Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar ka vendosur të sekuestrojë një apartament dhe shtesën e tij në pronësi të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëshortes së tij Ajola Xoxa që ndodhet te Kodra e Diellit. Bëhet e ditur se pasuritë e sekuestruara janë të regjistruara në emër të subjektit tregtar AK, por prokuroria e posaçme thekson se ka dyshime se Veliaj dhe Xoxa kanë interesa pasurore mbi këto pasuri. Në vijim me kërkesën e prokurorisë së posaçme të datës 20 maj, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar me vendim numër 342, akti datë 22 maj ka vendosur caktimin e masës së sigurimit pasuror sekuestro preventive mbi pasuritë e paluajtshme pasuria dhe shtesë me numër pasurie regjistruar në ASHK në emër të subjektit tregtar AK SHPK. Nga të dhënat konkrete të mbledhura deri në këtë fazë të hetimit paraprak, ekziston dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova se personat nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa kanë interesa pasurore faktike mbi dy pasuri, njëra prej të cilave shtesë pasurie, të cilat janë fqinje me apartamentin që ndodhet në Selit, rezidenca Kodra e Diellit, ku aktualisht këta persona jetojnë, thuhet ndër të tjera në njoftimin e SPAK. Apartamenti ndodhet në katin e 3, një kat sipër apartamentit të Erion Veliajt, apartament në të cilin ka jetuar më parë aktori Gazmend Paja. SPAK ka kryer hetime të thelluara dhe ka zbuluar se në pallat është vendosur edhe një ashensor, i cili ndalonte vetëm në apartamentin e Veliajt dhe në apartamentin një kat më lart, i cili u sekuestrua nga GKK. SPAK dyshon se është bërë një kontratë formale në muajin shtator për t'ia dhënë me qira një personi këtë apartament i ndodhur mbi banesën e Erion Veliajt.